Darka sot u mbyll me një pjatë fasule. Do thoni ju pse fasule tani? Sepse ma do shpirti, ma do xhani dhe fasulja nuk ka kohë. Hajt kur do. Por gjëja që mbyllet përfundimisht nata, para se të flem gjumë, është kolagjeni i peshkut bashkë me magnezin. Kjo është gjëja më e mirë që po bëj për veten time këto kohë, duke qenë se me shërbetjen e kemi ndrit. Me ushqimin mirë jam, por tani në verë kam prishur një çik dietën. Me këtë i vë kapakun edhe mendoj se kam bërë gjë perfekte. Duke që se jemi në sezon vere, ju kam thënë që duam apo s'duam, dikon pak në kolagjenin e trupit ton, e lëkurës ton, tek flokët ton, tek thonjtë ton. Dielli është shumë i mrekullueshëm, por po e tepruam pak, krijon këto defektet. Që kështu, për këtë gjë pim kolagjenin e peshkut në një gotë ujë dhe e suportojmë dhe e bëjmë më bombastike duke marrë edhe një lugë magnezi të dyja bashkë në një gotë. Nuk kemi pse të fryhemi duke pirë shumë gota. Një gotë, mjafton. Dhe bëjmë një super gjumë të rehatshëm. Edhe kujdesemi për veten. Edhe mos e harroni kur këtë. Mos u merrni vetëm me pjesën jashtë, merruni edhe brenda sepse ajo në fakt është pjesa më e rëndësishme. Gëzuar.